aq e keqe sa ka qenë para disa javëve, siç duket pastrimi pak e ka marrë veten, ndoshta po e tregon tash një rezultat bukur të madh edhe pjesa e këtyre 6 kamionëve që ja kemi dedikuar ndërmarrjes pastrimi. Ne jemi në pritje të një shqyrtimi të një ankese që ka shkuar në OSHP sa i përket kësaj 6 mujore që është me 2 operatorë ekonomik privat, që mendoj që do jeshte një ndihmës tepër e madhe për ndërmarrjen pastrimi për t'i dalë më mirë zat krejt problematikës që e kemi momentalisht në kryeqendër, e pastaj të shohim tutje se si do zhvillohen veprime tjera, sa i përket edhe tenderit tjetër që e kemi prap në OSHP që parashef ndarjen e kryeqytetit në 5 zona, angazhimin e 5 operatorëve ekonomik privat, duke mos e anashkaluar asnjëherë dhe ndërmarrjen pastrimi e cila pastaj në një zonë me mekanizmin që e ka me siguri që do jep një rezultat shumë më të mirë se sa që po mundet tani me i dalë zat komplet zonës së kryeqytetit. Mirë, kam një dje kisha drejtorin Petër Treshisa në linjë direkte dhe nuk kanë para për ti paguar rrogat e punëtorëve. Po shkon në 2.5 milion euro borxhi i kompanisë. Planifikon komuna të ndihmoj apo nuk keni obligim financiar ndaj tyre? Në fakt, jo, nuk kemi asnjë obligim financiar ndaj tyre. Në fakt, ata e kanë vu veten në një situatë tepër të pavolitshme. Petri Treqica me kryenësinë e tij dhe me moszotësinë menaxheriale në anën tjetër edhe asamblesë të Partisë Demokratike të Kosovës, përkatësisht asamblesti Leotrim Redkoseri, i cili inicoi dhe e pruri deri në plotësim ndryshim rregullorën për menaxhimin e mbeturinave, sipas së cilës ndërmarrja e pastrimit do të inkasoj drejt për drejti prej qytetarëve. Do thotë atë komoditet që ndërmarrja e pastrimi e ka pas ndër vite deri në fund të dhjetorit të vitit 2024, ku kanë inkasuar 420.000 euro në muaj vetëm për grumbullimin e mbetjeve të ambistrisë, shtoks të saj pastaj edhe shumën që e kanë inkasuar për mbetjet nga bizneset dhe për kontratat e veçanta, dhe tani këtë komoditet nuk e kanë, tani duhet vredhin prej njërës deri në derën tjetër për të inkasuar prej qytetarëve, edhe pse kjo për mendimin ton dhe vlerësimin ton në bazë të ankimimit që e kemi bërë në gjykatën kushtetuese është prap jo ligjore, nuk do ju takonte një gjë e tillë. Mirë, po këta dos për diçka që po vrehet që e ka komplikuar tej mase komplet çështjen financiare të pastrimit. Përkundër këtij fakti, ne i kemi bërë ftesë ndërmarrjes pastrimit qysh në dhjetor, ja kemi dërguar një draft kontratë, të cilën e kemi ripërsërit në shkurt të vitit 2025 për ta nënshkruar kontratën me komunën dhe për të mbetur pastaj nën pagesë të komunës dhe që ne vazhdojmë me inkasimin e mjeteve monetare nga qytetarët, e që asnjëherë nuk kemi mbërri as gjysmën e asaj ta inkasojmë sa kemi paguar ndërmarrjen pastrimin ndër vite. Mirë, po them mirën e qytetarit, mirën e punëtorëve të pastrimit, në të mirën e krijimit të një qëndrueshmërie financiare të pastrimit, kemi qenë gjendje që të vazhdojmë me këtë format. Po them kanë qenë 2-3 veprime që edhe asamblestët e opozitës të prirë nga Leotrim Redkoseri, Partisë Demokratike të Kosovës, po edhe mos përvoja menaxheriale e kryeshefit Petrit Treqisa me të vërtetë po e dërgon ndërmarrjen për çdo ditë më tepër rreth një humnere apo në drejtim të ndoshta edhe të falimentimit. Ne kemi pas një tentativë në njërin nga seancat e kuvendit për ta futur në rend të dite subvencionimin e ndërmarrjes pastrimi me 1 milion euro. Fatvarësisht kjo nuk ka kalu, po them fatvarësisht sepse nuk di se si kishim me arsyetu para qytetarëve që t'i japim në ndërmarrje subvencione të tilla përkundër faktit që ata për sa afërmi nuk po e kryejnë obligimin ndaj qytetarëve. Tani po tentohet edhe në këtë seancën e 6 majit të futet prap në rend të ditës një mundësi e subvencionimit të ndërmarrjes pastrimi, mirë, po gjasat që të kaloj diçka e tillë janë tepër minimale, mos them që janë të pamundur. Kush po provon? Po provon opozita apo? Urnodhën javë. Kush po provon ta fustë opozita apo? Jo. Opozita, po, kjo vije prej pikërisht prej atij që ka qenë shkaktari i krijimit të krejt kësaj paqartësie dhe krejt këtij hendeku financiar për ndërmarrjen pastrimi, duke bërë plotësim ndryshimin e rregullorës dhe duke hequr mundësinë që komuna ta paguajë ndërmarrjen pastrimi nga Leotrim Redkoseri, dhe tani kur po e shef që sa i domshëm ka qenë një vendim e tillë, vend që të bëj një propozim për ta anulu propozim vendimin e ndryshimit rregullorës, ai po përpiqet që përmes subvencioneve disi ta mbaj akoma në jetë ndërmarrjen pastrimi, po unë besoj që nuk është zgjidhja e duhur kjo
që përmes subvencioneve të marrë një ndërmarrje publike, atyre duhet t'ju krijojmë kontratat mjaftueshme dhe natyrisht ta kenë të sigurt edhe pagesën siç ka qenë gjithë